Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku habit me fjalët e tij, pini një filxhan kafe çdo ditë dhe nuk do plakeni asnjëherë. Pirja e kafes dhe çajit në moshën e mesme dhe të vjetër mund të shmangë gjendjen e dobët fizike, sugjeron një studim. Studiuesit intervistuan plot 12.500 njerëz në të 50-at e tyre në Singapur për zakonet e tyre të pirjes së kafes dhe çajit dhe i përcollën ata përsëri 20 vjet më vonë. Ata zbuluan se ata që pinin 4 filxhan kafe ose më shumë çdo ditë kishin rreth gjysmën e gjasave për të qenë fizikisht të dobët në të 70-at e tyre. Dhe në krahasim me ata që nuk pinë çaj në jetë të përditshme, kishin rreth 18% më pak shanse për të qenë fizikisht të dobët më vonë. Kur studimi ndau çajin sipas llojit konsumuesit të përditshëm të çajit jeshil, kishin përfitim më të madh duke treguar 19% shanse më të ulta për gjendje fizike të dobët krahasuar me 12% shanse më të ulta për ata që pinë çaj të zi. Studiuesit nuk pretenduan të vërtetonin shkakun dhe efektin, por ata besojnë se kafeina mund të kombinohet me përbërës të tjerë antioksidues në kafe dhe çaj për të ngadalësuar degradimin e qelizave dhe gjithashtu për të parandaluar gjendjet e shëndetit fizik si sëmundjet e zemrës dhe disa lloje të sëmundjeve të këqija të cilat mund të çojnë në dobësim të shëndetit. Për të testuar pjesërisht këtë ide, ata shikuan gjithashtu edhe konsumin total të kafeinës duke përfshirë jo vetëm kafen dhe çajin, por edhe pjetë freskësuese dhe çokoladën. Krahasuar me ata që konsumonin 67.6 mg kafeinë në ditë ose më pak, ata që merrnin sasinë më të madhe 200 deri në 910 mg në ditë kishin rreth 23% shanse më të ulta për të qenë fizikisht të dobët. Të qenurit i dobët fizikisht është një gjendje e zakonshme, te të rriturit e të moshuarit dhe simptomat e saj munden që të përfshijnë ulje të energjisë, humbje të muskujve dhe dobësi. Përveç se është një shenjë mundshme e problemeve të tjera shëndetësore, kjo mundet që ta bëjë jetën e përditshme më të vështirë dhe t'i vendosë të moshuarit në rrezik më të lartë për të rrëzuar. Në studimin aktual, studiuesit zbuluan dhe krahasuan më të rriturit që nuk pinin kafe çdo ditë, duke qenë se pjesëmarrësit të cilët pinin 4 filxhan kafe ose më shumë çdo ditë gjatë moshës së mesme, kishin rreth gjysmën e gjasave për të qenë fizikisht të dobët në kohën e mëvonshme. Prandaj, sipas ekspertëve, ju duhet që të konsumoni sa më shumë kafe në jetën tuaj. Kafja duket se ka disa të mira dhe efekte negative në shëndet, prandaj këtu ne do t'ju tregojmë disa nga efektet e saj më të mira dhe ato të këqija. Sipas një studimi, 1% e madhe e njerëzve pinë të paktën 1 filxhan kafe në ditë, prandaj edhe në qoftë se ju i përkisni kësaj kategorie, shikoni se çfarë ndodh në trupin tuaj duke pirë pijen tuaj të preferuar çdo ditë. Jeni të varur nga kafeina. Në fakt, me kalimin e kohës varësia rritet. Si rezultat, kur nuk pini kafe, energjia juaj bie. Ju nuk arrini të përqendroheni dhe mundet të keni dhimbje koke ose të ndiheni të lodhur dhe njëkohësisht të pafuqishëm. Jeni më pak të dëshpëruar. Sipas kardiologut Dr. Steken Reisman, duke pirë kafe çdo ditë ju do të ndiheni më energjik pasi kafeina rrit gjithashtu aktivitetin e trurit. Gjithashtu, sipas një studimi, ata të cilët konsumojnë 1 ose më shumë kafe në ditë kanë më pak të ngjarje që të vuajnë nga depresioni. Mundet të humbisni në peshë më lehtë. Në këtë, kafja gjithashtu mundet t'ju ndihmojë të humbisni peshë duke përmirësuar performancën fizike në ushtrimet aerobike. Përveç kësaj, ndihmon trupin tuaj që të thithë dhe të djegë acide yndyrore.
por siç theksojnë ekspertët, kjo nuk do të thotë që kafja funksionon si çuditëbërës, thjesht funksionon si një përforcues. Nëse pini kafe çdo ditë pas dite, gjumi juaj do të çrregullohet, jo për të gjithë, por për të paktën për pjesën më të madhe. Sipas ekspertëve, veprimi i kafeinës në trup zgjat 6 orë pasi ta konsumoni. Kjo do të thotë që nëse ju pini kafe pas dite ose më vonë, ka më shumë të ngjarë që të vuani nga pagjumësia. Zvogëlon rrezikun e sëmundjes së lëkurës. Sipas studimit të rriturit të cilët pinë një ose më shumë kafe çdo ditë, kanë 20% më pak të ngjarë të zhvillojnë melanoma malinje, një sëmundje të lëkurës. Studiuesit i atribojnë këtë përqendrimit të lartë të kafes në antioksidant dhe fitokimikan. Mendje më e kthjellët. Sipas studimit, kafeja i lejon mendjes të punojë në një mënyrë shumë më efikase dhe inteligjente. Konkretisht, me kafen pak a shumë të gjitha funksionet e trupit zgjohen, koha e reagimit, vigjilenca, vëmendja dhe gjithashtu të menduarit logjik, shumica e funksioneve më të ndërlikuara të cilat lidhen pikërisht me inteligjencën. Sa filxhan kafe në ditë janë mirë për shëndetin tuaj, sipas shkencës. Gjatë shekullit të 17, kafja ishte ndaluar të pihej. Në atë kohë, ekspertët besonin se kafja kishte efekte që ndryshonin mendjen. Për fat të mirë, ne tani mund të pijmë kafe sa të duam dhe shumëshmëria e përbërjeve që përmban është provuar se ndihmon shëndetin ton, por ende ka shumë studime rreth asaj se sa kafe është e sigurt për të pirë gjatë një dite, sa filxhan kafe janë të mira për trupin ton dhe sa janë më shumë se ç'duhet. Sasia e duhur e kafes ndihmon në zemrën tuaj. Një grup shkencëtarësh nga Gjermania kanë zbuluar se kafeina bën që qelizat në enët e tona të gjakut të reagojnë në një mënyrë të caktuar, përmirëson mënyrën e funksionimit të këtyre qelizave dhe i bën ato që të performojnë si më të reja. Studiuesit besojnë se sasia optimale e kafes që na duhet për të na mbajtur zemrën më të re për më gjatë është 4 filxhan në ditë. Konsumatorët e kafes jetojnë më gjatë. Gjatë viteve, studiuesit kanë vërejtur se konsumuesit e rregullt të kafes kanë më pak të ngjarë që të preken nga kushte të ndryshme shëndetësore. Lista gjithashtu përfshin edhe sëmundjet e zemrës, goditjet në tru, lëndimet, sëmundjet e frymëmarrjes, infeksionet dhe diabetin. Një studim masiv i 400.000 njerëzve në SBA zbuloi se njerëzit që pinë kafe çdo ditë kishin më pak të ngjarë që të vuanin nga ndonjë shkak se sa njerëzit që ndërpresin kafeinën. Por mos e teproni, njerëzit që pinë rregullisht shumë kafe munden që të pësojnë ndërlikime shëndetësore. Pirja e më shumë se 6 filxhan ekspresë çdo ditë mundet që të rrisë rrezikun e sëmundjes së zemrës deri në 22%, sipas një studimi. Gjithashtu, nëse ju jeni duke pirë më shumë se 6 filxhan kafe në ditë, nuk është vetëm kafeina që mund të jetë e dëmshme për shëndetin tuaj. Shumë adhurues të kafes ngarkojnë pijet e tyre me sheqer dhe krem, të cilat shtojnë kalori dhe yndyrë, të cilat nga ana tjetër munden që të shkaktojnë komplikime të mundshme serioze. Është e vërtetë që sasia e duhur e kafes së zezë zvogëlon rrezikun e diabetit, por duke shtuar ëmbëlsues, krem dhe aromatizues mundet që të rrisni nivelet e sheqerit në gjak. Duhet të keni parasysh që kafja nuk është burimi vetëm i kafeinës, mund të gjendet gjithashtu në çajra dhe në ushqime të tjera, prandaj duhet të jeni të kujdesshëm. Mirë po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!